përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Greqi për të folur për një lajm që ka hyrë në fuqi, pra një vendim që ka hyrë fuqi nga 12 tetori për kalimin e shqiptarëve në zonën Schengen. Ne do të merremi ditën e sotme me Greqinë, duke qenë se aty kemi shumë shqiptarë që jetojnë, punojnë bashkë me familjet e tyre, lëvizin shpesh ande edhe këtej kufirit. Dhe si po procedohet, a ka pasur probleme apo jo me regjistrimin, me plotësimin e formularit, por dhe kërkesa që mund zjerë para greke. Për këtë më mirë se me këto tjetër do të flasim me zonën Anila Reshda, eksperte ligjore, me zyrën e saj të avokatisë në Selanik. Zonën Anila, mirëmëngjes. Zyrë procedurale, mirëmëngjes, ditë të mbarë. Atëre, unë nuk bëj një periudhë gjatë kohore që kam folur për këtë sistem për të hyrje daljeve, dhe në këtë moment në datën 12 tetor hyrë në fuqi sistemi EES, që do thot entrance exit system, që do thot sistemi i hyrje daljeve. Për sistemin ETIAS, ai që është përfundimtari, fillon në prill të vitit 2026. Ky do të jetë një sistem paraprak për të parë në anën praktike se ku do të jenë vështirësitë, se e sigurt që do ketë vështirësi. Flasim për një sistem që përket 29 shteteve evropiane, që do të thotë se shtetasit e vendeve të treta në të cilën hym dhe ne, duhet parë se si funksionon. Pra, përderisa është një sistem që i përket miliona njerëzve në total, mijëra do lëvizin, por në total, kur themi vende treta, jemi miliona. Të gjithë ata që kanë një çuditë, thonë çfarë është ky sistem? Është një sistem i ngjashëm me atë, të flasim thjesht që ta kuptojnë njerëzit, është një sistem i ngjashëm me mënyrën se hyn në Amerikë. Për të shkuar në Amerikë, do japësh të dhëna të sakta, do japësh shumë të dhëna, është një ngjashëm. Evropa s'bëri asgjë tjetër veç se ta birësoj këtë sistem për ata shtetës që hyn në vendet e tyre, në territorin Schengen, le ta quajmë në këtë mënyrë. Kështu që në këtë moment jemi në këtë fazë. Karakteristikat e para ose vështirësitë e para mund të vinë nga pikat doganore të kalimit, pikat doganore ose pikat kufitare të kalimit PKK të Republikës Shqipërisë. Pra nga aeroporti, nga pikat toksore, nga detare, për të parë se çfarë ka ndodhur. Më të thjesht, një qytetar që do niset, po marrë shembull nga Librazhi për në Greqi, çfarë duhet të ketë parasysh në momentin që do të kalojë në dogan? Atëre, për mendimin tim, informacioni për të ndihmuar qytetarin deri në këtë moment është i pak. Imagjino kanë marrë jashtëzakonisht firmat turistike, sepse ato përgatisin të tërë dokumentat, i përgatisin vetë për të gjithë udhëtarët. Dhe në këtë moment kam çuar 1 dhe 2 link, por le të udhëzojmë së pari shtetasit tan, duke i thënë që mund të hyjë në sajtin e ambasadës greke në Tiranë, e cila ka publikuar e para 2 sajt dhe thot, procedura e parë, hapet ai linku, janë 2 link që hapen, dhe thot, procedurat e para janë emri, mbiemri, karta identitetit, duhet kemi kujdes që dokumentat tona të identifikimit janë brenda afatit. Do të thënë mos deklaroj një dokument që i ka skaduar afati. Pra gjën e parë që bëjmë, nëse kemi dërmend të udhtojmë për çdo lloj arsye, hapim sirtaret që tani dhe shikojmë si në çfarë gjendje është dokumenti jonë. Është i vlefshëm, është i skaduar. E parë, të njëjtën, ndoshta shtetasit shqiptar, unë bëra një shkrim që ka bëj me lëvizjen e shtetasve shqiptar tani drejt Shqipërisë, se po afrohen festat për një muaj jeca. Dhe vështirësia do jetë në këtë gjë që hyrja në sistemin në Schengen, kur shqiptarët të kthehen pas vitit të ri në janar të 26-s, do t'ju duhet që të kenë një kartë identiteti të re për gjithë ata që kanë fituar në shtetësinë greke. Për ata që kanë fituar në shtetësinë greke, lëvizja pastaj nga Shqipëria drejt Greqisë duhet të bëhet me këtë kartë të re identiteti, e cila ka në brendësi të saj dhe në përbërje të saj gjithçka kërkon sistemi ETIAS. Pra ka DN, ka shenjat e kishtave, ka fotografi. Prandaj, kush në këtë moment na dëgjon dhe thot, unë për vit të ri si gjithmonë do i ketë njerëz të mi. Shumë mirë, të vrapoj, të mbylli takim në rajonin policor për Katës, se radha shumë e madhe, të nxjerrë kartën e identitetit të re, që kur të kthehet drejt Republikës së Greqisë, mos ketë asnjë problem. Mos ta lënë në minutën e fundit, se s'bën vaki të shërbej policia 3 ditë, 4-5 ditë të gjesh takim. Prandaj është një kohë e mrekullueshme tetori të gjesh takim, të nxjerrësh kartën e identitetit
dhe të ikësh mrekullisht me familjen tënde i qetë. Këta preshtona, këta shtetës shqiptarë, me në shtetësi në shtetet e Bashkimit Evropian, nuk kanë asnjë problem. Mjafton të nxjerrin kartën e identitetit. Shkojmë tani tek shtetet shqiptarë që do lëvizin për këtë. Një, të shikojnë dokumentat dhe ato të mos jenë të skaduara ose të keq trajtuara. Se ndoshta edhe kjo mund të jetë një problem. Nuk është theksuar, por mund të jetë. Ke parasysh sa karta identiteti të keq trajtuara nuk duken fare. Atëre, një kontrollojnë dokument, dy lexojnë në sajtin zyrtar të Ministrisë të Ambasadës greke të Greqisë të Tiranë, çfarë thotë? I hapim ato të dyja dhe bëjmë një provë teknike. Dhe themi unë do shkoj në Greqi te motra ime, Anila, fjala vjen. Dhe fillon e plotson që të shikosh çfarë të kërkon, çfarë ke dhe çfarë nuk ke. Çfarë shumë monetare të kërkon? Të kërkon 2.000 euro. Atëherë, i përgatit të gjitha këto dhe thua, dokumentin e kam brenda afatit të vlefshëm. 2.000 euro i kam, i sigurova nga mami, nga babi, nga tezja, nga daja, i kam dhe këto. Pra, këto udhëtimesh tashmë do duan një mini përgatitje paraprake. Unë e shqetësuar jam dhe nuk po gjej info për atyre që do të duhet dhe thotë që njeriu im është shtuar në spital sot dhe unë duhet arrit ta shikoj. Për këtë version akoma nuk kam informacion sepse në Evropë, të paktën Greqi, Itali që unë mundet të lexoj gjuhët e të separatë kam studiuar, nuk gjej informacion të saktë dhe të bollshëm që të thotë në rast se ty të ndodh diçka, ku e deklaron, për sa orë vjen përgjigja, se situata shëndetësore një familjari nuk pret. E lëm dasmat edhe nuk e njohin në konceptin që siç e kemi ne do shkoj 2 ditë të rri tek një kushuri në Greqi. Deri tani merrje makinën, të njoftonin, gjithmonë për të mirë na njoftofshin, por ja që brenda jetës së çdo sëmundje dhe spitali dhe një aksident dhe një papritur, do të thënë situata mbijetësore, nuk e kam idenë se si ka mundësi të vish në kufi. Dhe ndoshta them unë, ma sa kam dëgjuar, ndoshta deri në këtë 6 mujor mund të jetë ajo akoma kalimi në këtë mënyrë, kalimi në atë mënyrë. Është e sigurt, përderisa nuk është sistemi fuqi plot e tjas, por është hyrje dalje. E sigurt që duhet ketë. Megjithatë, duhet dëgjuar akoma më tepër, mbas 1 muaj duhet marrë një informacion dhe gjitha kanalet që janë sensibilizuar për këtë gjë, bravo ju qoftë, se ne kemi lëvizje shumë të mëdha nga Shqipëria drejt Greqisë, nga Greqia drejt Shqipërisë. Atëherë duhet parë për rastet emergjente si do veprohet. Dhe duhet mbledhur disa raste klasike. Ka për shembull persona që janë për kimioterapi, të cilët vinë në shtetin grek e kanë mundësinë ekonomike ta bëjnë. Mirë po, edhe ajo është në pritje. E njofton mjeku dhe i thotë në filan datë do vish për kimioterapi. Atëherë, për këtë rastet e kurimit, për rastet emergjente që janë mbijetësore, na te kalojnë ne, si kemi as në program, as në mend as një gjë, duhet pyetur, unë po ndjek me vëmendje, çfarëdo informacioni të kemi, unë kam darë gjithmonë bujarisht me gjitha kanalet, nuk kam asnjë problem me kanalet që më kam preferuar. Dhe do intereson, vazhdoj të kem kërshëri për sistem, për rastet kur do të jenë urgjente. Do me thëmë, Anila nisu, si duhet vepruar? Gjithë kemi provuar. Dhe për nënën time Ramet pas kështu më thanë, dhe për babajnë tim kështu më thanë, nisu. Po ishte e kollajshme. Makina kufi, kërkoj edhe prioriteti, thoshi jam për një rast urgjent, mama e ime po mbet tjetër, dhe arrije. Në këtë moment si do jetë? Dhe kush do jetë procedura? Unë ju premtoj të paktën juve me që flasim bashkë, që unë do shkoj të interesohem, unë do shkoj të interesohem vetë në drejtorinë e kufirit ose kudo, sepse njerëzit tanë duhen ndihmuar. Dhe duhen ndihmuar në kuptimin saktësisht dhe jo për të reklamuar veten apo për të reklamuar një zyrë. Në zyrën time shumë s'ka nevojë të vi asnjëri sepse unë nuk kam lidhje me personat e lirë, unë kam lidhje me personat që janë të dënuar. Kështu që unë s'kam nevojë reklamimi për zyrën. Tek unë duhet vish vetëm prindrit e dikujt që ndodhi ajo që ndodhi. Unë nuk kam klientel të lirë që adresohet tek unë, thotë Anila, po si mund të bëj këtë punë. Kështu që nuk duhet të fokusohemi, unë kam zyrë, Selamika, po ai kush ka zyrë. Duhet të fokusohemi që me informacionin ton e para të jetë i saktë, nga burimi, jo me të thëna, jo me të lexuar. Kështu që në ditët në vijim kam bërë në plan që të shkoj vetë dhe të pyes dhe t'i them, më informoni në 2 raste urgjente. Sëmundje
dhe të papritura të jetës, si duhet vepruar, flasim për këtë moment. Si do të jetë ETIAS është tjetër. Që problemi është se ne nuk kemi, Evropa nuk ketë në një informacion, nuk digjet brenda thonjzave, nuk e ka ajo hallin. Për momentin Europa, po e di ku e ka kokën, por ju e citoni këtë një mbyllje të kufirit, pra ose përveç ndryshimit të rregullave, edhe në thonjza një mbyllje e lehtë e zonës Schengen, duke hapur gjithë procedura. Opinioni im është që kjo duhet bërë, sado që të na dhëmbi ne, sepse ne jemi ata që ende jemi në procedura me Bashkimin Evropian për të inkuadruar, për të hyrë. Pavarësisht se Shqipëria është 90% në Evropë. Shqipëria s'ka asgjë, ka ngelur vetëm një pakt klasik ndërshtetror nga forumet përkatëse që Shqipëria jemi aty. Jemi aty. E shikoni lëvrimin e euros, e shikoni mallin, shikoni shëtitjet, shikoni sa student shkojnë, shikoni tregtarët, shikoni turizmin që e mbytëm vjet. Statistika thoshin që shtetasit shqiptar ishin renditur të dytët nga shumë e parave që pra ne jemi në Evropë. Ajo nuk e di çfarë do sillni ajo që do ishte në Evropë. Ndoshta këtë lehtësinë e kufirit. Për mendimin tim kjo duhet të vinte, sepse mbas 35 vjetësh që na u dha mundësia në shteteve të izoluara, se ishim shtetet të izoluara, të paktën ne, vendeve të ish bllokut të Varshavës, se ish bllokut si quanin komunist. Na dha një mundësi të vinim, të punonim, të arsimoshim, të qëndronim, të kërkonim lej qëndrimi, lej për rezidencë, tjerë. Siç u vure, shpërngulën hakmarrjet, mërrit dhe goxha probleme midis tyre, i shpërngulën dhe kthyen në arenë lufte individuale, luftë individuale, vendet evropiane. Pra vite tjetri dhe vriste për hakmarrje, për prishje të pazareve të ndryshme në X vend. Shkonte në Austri, shkonte në Gjermani, në Greqi, këto vende, pra problemi nuk erdhi se Evropa u ngrit një ditë dhe tha ne jemi mjaltë e gjaltë me të gjithë këta, të mrekullueshëm, të edukuar, të shtruar, por unë duhet bëj këtë. Problemi ishte se u shkaktuan shumë probleme brenda vendeve evropiane, nga shtetas të vendeve të treta, që sollën një formë krimi që i cili deri tani ishte, për të mos thënë, i pa dëgjuar. Format e krimit ishin goxha të egra, gjakatare, ishin shumë të egra dhe tronditën shoqëritë e Bashkimit Evropian. Dhe ata vendosën dhe thanë, përse kontrollin e këtyre personave mos ta marr unë, me që kontrolli për të dhënat e këtyre personave nga shteti prejardhjes nuk janë dhe aq të sakta. Sa ju del, nuk ka mundësi ti në të njëjtin institucion në Shqipëri të vish 6 herë me 6 emra të ndryshëm, me 6 baballar të ndryshëm, me baba të ndarë, me baba të vdekur, dokument që kam parë dhe vetë. Baba i vdekur, baba i ndarë, baba i dhe, nuk e kam idenë se sa versione. Dhe ai tha, për t'i rënë më shkurt, i regjistroj unë me fotografia DN, emër mbi emër, kartë identifikimi, ndjek unë vajtjet dhe ardhjet dhe mbaroj. Ti mund të dalësh dhe nga malet, kur i thonë, por ai ka në sistem të regjistruar që ti duhet të rish 90 ditë. 30 ditë. Me këtë regjistrimi nuk ke nevojë për herë dytë pastaj nëse kalon, duke qenë se je regjistruar një herë. Brenda 3 vjeçarit, thon ata, ky regjistrim është i vlefshëm. Do të thënë, është i mjaftueshëm për 3 vjet. E sigurt që mbas një 3 vjeçari rinovohet, edhe për arsye të ekzistencës së njerëz jemi dhe thotë të rikontrollohet, por për 3 vjet ky regjistrim është i vlefshëm. Do të thënë, ke dhënë të dhënat, se ato janë të dhënat tona, shenja e gishtave, ADN-ja ato janë të dhëna personale jashtëzakonisht të rëndësishme. Në momentin që këto fluturuan dhe u dhanë, nuk ka gjë tjetër për të parë. Nuk besoj si u intereson gjendja jonë civile, u martuam, së martuam, bëm fëmijë, u dashuruam, as që interesojnë. Kështu që të dhënat kryesore për një njeri, dhe mos harrojmë që është hera e parë që njerëzve do t'ju merren të dhëna kaq personale. Nuk janë marrë ndonjëherë të dhëna personale në këtë gjendje. Kemi kaluar kufirin, kam kaluar pra 30 sa vjetësh. Çfarë dash? Bilevajta deklarova vetë emër mbi emër, atësi, datë lindje, më dhanë një pasaport, udhtova. Dhe ku hyra? Hyra në territori Schengen. Dhe sa vite ndojta? 3 dekada.
Kështu që me ato dokumenta që qarkulluam në dikur, ishte më se thjesht, unë nuk mbaj më të kërkuar as atë certifikat të gjendjes civile 92-shin. Mua më thanë si të quajnë, e shënova, u vu një vull, e vuri dhe dogana greke, pika kufitare e kalimit të Republikës së Greqisë, vuri dhe vullën dhe pranoi një njeri me të dhëna, do thoshe, do me thonë tani kur e kujtoj dhe unë çuditem me këto masa kaq të rrepta që janë marrë. Çfarë si e futi një njeri, e futi se unë i thash quhem Anila Reza. Isha nuk isha, kisha atë të klindje, kisha atë atësis, kështu bërë, me mua nuk është bërë absolutisht asnjë kontroll. Kështu që Evropa, kur pa që tendenca e jonë flas për të tëra vendet e Bashkimit të Evropës, është për shumë veprimtari, se nuk ngeli vetëm te turizmi dhe thot unë në muajt e verës kam turizm ka Shqipëria. U pa që vinë për studime, për biznes, për tregti, për studime, për programe mësimore, për programe universitare. Atëherë me që kjo lëvizje ishte jashtëzakonisht masive, doli e domosdoshme të kenë më tepër të dhëna. Sigurisht nuk kam qenë asnjëherë dakord që të dhënat e mia tashmë qarkullojnë në kaq shtete evropiane. Unë linda në Shqipëri, doja t'i përkisja Shqipërisë dhe sigurisht vendi që zgjodha të jetoj dhe të punoj, edhe atij mund të jepja të dhënat që i kishte. Ku diplomove, ku arsimove, shtëpia, të tëra, numri sigurimeve për shëndetin i ka të tëra, por nuk e kisha imagjinuar se do përparoja, do më kërkonin kaq shumë të dhëna personale. Nuk e kisha imagjinuar, por është e pashmangshme dhe e detyrueshme. Anila, ta zbatoj. Unë të falenderoj shumë për bisedën dhe me bashkëpunimin tuaj, mendimin tuaj për updatimin e fundit, për rregullat, shpresoj që të komunikojmë sërish për shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Turqi dhe ata që duan të shkojnë të lëvizjen ande edhe këtej, që të informohen. Kështu që jam mirënjohës shumë. Unë ju thash vetë që do interesohem individualisht. Kjo nuk do të thotë se informimi im mund të jetë më i mirë sa i zyrtarit. Por unë jam gjithmonë e gërmave të vogla, sepse jemi mësuar të lexojmë dhe të themi 1, 2, 3 këto na kërkon, se shikoj si qarkullojnë informacion me njëri tjetrin. Mirë po ato, do me thënë një paragraf ka dhe nën graf. Ka një nën graf të vogël që thotë duhet kesh këtë. Kështu që mua më interesoi gjithmonë gërmat e vogla të pashkruara. Ato klasike të lexon dhe kush e thotë shky. Pa atje mund të ketë dhe një hollësi që thotë nëse ke një dënim s'ke për të kaluar. Kështu që unë e kam bërë vetë dhe dua ta kem informacion të saktë dhe për çdo që më pyet. Se kam gjithë njerëzit e mia në Shqipëri. Kushdo që do më pyes duhet të jap të saktë informacione që të mos ketë problem dhe të arrijë në destinacion gjithmonë për gëzime, të arrijë atje ku do, në orën që do dhe në mënyrën që do. Kështu që ja u premtoj që një informacion të dytë do ta kem më të saktë, të vazhdojmë pak ditët në vijim, të kemi edhe një burim të parë informacioni nga ana praktike si kaloi dhe besoj se në një puntato të dytë do mund të kemi një informacion të saktë. Të falenderoj shumë, të uroj ditë të mbarë dhe gjithë të mira. Edhe juve ditë të mbarë, faleminderit që preferuat opinionin tim.